Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatët dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jalla për mirësitë dhe begatitë të mëdha. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na dha imër dhe shëndet që ta mrim edhe ditën e parafundit të këtij muaji të bekum, ku edhe sonte është më taravia e fundit, namazi i natës i fundit, që me një farë mënyrë na e bën me dije se i ka ardhur vakti këtij misafirit të madh të bekatshëm që me hec dhe shku. Unë shfrytëzoj momentin dhe rastin që t'i falenderoj të di hafëzlart, edhe Hafëz Rasimin, po edhe Hafëz Jusufin, për leximin e Kuranit që kanë bërë gjatë tan këtij muajit, e veçanti Agën Hafëz Jusufin, i cili do të thotë vetëm për hatër të xhamatit e mor përsipër që edhe këtë vit të lexon mukabele, edhe pse shëndeti nuk e ndëgjoj por dëshira e madhe, respekti i madh ndaj xhamatit, e mor këtë përgjegjësi që për çdo ditë ty lexon Kur'anin. Lutë Allahun azza wa jall që ti shpërblej me të mirat e tij të panumërta, sepse me të vërtetë mundin atyve ka mundësi veç Allahu azza wa jall ta shpërblej. Na njerëzit nuk kemi mundësi me asgjë me shpërbliv dhe kompenzu atë mund dhe të lashe që e kanë përjetu këta hafëzdar të ndershëm gjatë këtij muaji të bekum. Vetëm për një qëllim, për me nderu dhe respektu këtë xhamatin e xhamisë së Isabeut. Sot është edhe dersi i fundit, nasihati i fundit, shkaku se nesër më është dita e Arifës, do të lëm ditë të lirë, çdo kush i ka punët e veta, obligimet e veta, përgatitje për Bajram dhe kështu me radhë, dhe do ta përfundojmë me një pjesë të jetës së Musës alayhis salam, ku do të thotë është e pamundur që këtë pejgamber ta kryejmë do të thotë për këtë vit, por se do na jese pjesa e dytë e këtij pejgamberi që me shpjegu në vitin e ardhshëm me lenin Allahut azza wa jall, nëse kemi ymër dhe shëndet, kështu gjithë së bashku ulën në këtë vend të bekum, thotë do ta vazhdojmë shpjegimin e këtij pejgamberi të madh e të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Sot jemi në pikën ku Musa alayhis salam, pasi që urdhënohet nga ana e Allahut azza wa jall që të ballafaqohet me Firaunin, shkon dhe fillon polemikën dhe dialogin me Firaunin. Kjo më është pika kur ata i vinë njëri tjetrit përballë dhe fillojnë secili mi shfaq dhe prezantu argumentet e veta dhe fillon që secili me tregu se pse është në hak dhe me çka është në hak. Musa alayhis salam, pasi që vjen te Firauni i thot Musës dhe Harunit alayhis salam, qala faman rabbukuma ya Musa, sa o Musa, kush është Zoti juve dyve? Ma tregoni kush është Zoti juve dyve? Qala rabbuna alladhi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada. Than Zoti jon është Allahu i cili krijoi çdo send e pastaj ato krijesa ju udhëzoi, va mësoi të mirën e të keqen, të dobishmën e të dëmshmën dhe kështu me radhë. E Firauni, sikur se çdo njeri tjetër, ju kujtu nga ana e shejtanit një vezvese dhe një argument i cili nuk mban, dhe i tha, qale fama balul qurunil ula, i tha o Musa, çka është puna e atyve njerëzve që kanë jetu para juve, e që kanë qenë mushrik, e që kanë bo harame e gjunahe? Pse Zoti juve lejoj që ata me jetu ashtu? Pse Zoti juve lejoj që ata me i bo shirkë Allahut azza wa jall, masi që ju pas sa kohësh dhe viteve keni ardhur dhe po më thoni se ai besim, ajo fe e cila ka qenë më herët ka qenë fe e gabume dhe fe të cilën Allahu Zoti juaj e pas ka ndaluar. U argumentu me një argument të pabas dhe u kthi në hapat e popujve që Allahu i ka bo helaç dhe shkatru. E tha, pse Zoti juve ka leju që ata me bo shirk e kufër? E pse juve mas sa viteve ju kujtu me ardhë dhe me na tregu se na kanë këshmikon gabim? Sikur se shpesher fatkeqësisht ndëgjojmë fjalën duke thonë
Po mirëbe, ato të përpashmit a budalë janë konë që kini ardhë ju shtajnë a thëni se kjo harama apo e ndalume. Themi, si që ka thonë Musa a.s. atymve, ju tha Musa a.s. Ata kanë me dhënë llogaritë Allahu Azza wa Jall, e ata e kanë shiju dënimin e ashpër të vrasht të Zotit, shkoku i mëkateve dhe gabimeve që i kanë bo, por ju mos ju bashkan gjitni gabimeve të atymve. Ju tha Musa a.s. Kale ilmuha inda Rabbi fi kitab la yadhillu Rabbi wala yansa. Tha Zoti jem i din ato që kanë ndodhur në kalumen, e Zoti jon Allahu Azza wa Jall la yadhillu wala yansa. Askush s'ka mundësi që ta mashtroj e Allahu e as që haron diçka. Allahu si ka haru gabimet dhe gjunat, kufrin e shirkun që i kanë bo ata në të kalumen, e ata do t'i dënoj për gabimet që i kanë bo, e jo mos mendoni se Allahu t'ka mundësi mi hik diçka, por se çdo kush do të llogaritet për atë që i ka bo në momenti kur do të vjen para Allahut subhanahu wa ta'ala. I tha Musa a.s. me përkujtoj me madhështin dhe fuqinë e madhe dhe absolute të Allahut Azza wa Jall, dhe i tha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ju tha Musa a.s. Tha o Firaun, a nuk e din se Zoti jot dhe Zoti jem në ka kriju neve prej tokës dhe dhejvet, e Allahu apet ka me në këthin tokë, apet ka me në këthin tokë, apet ka me në bohi dhe tokë, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, e Allahu apet neve ka me në rinjall prej asoj toke për me dhonë llogari për çdo sen që kemi bo. Ja boni me dije se ti një krijes e krijuar prej toke, e cila shkilet nga njerëzit, e cila është e poshtër dhe e thjesht, e si ka mundësi që ti të bosh me ndjemadh e mutekebir? A i din ti o Firaun, sa apet kimi u këthi të kjo tokë, apet kimi u bohi dhe asgjo, ama mos aro se këj Zot i cit ka kriju prej tokës, apet prej tokës dhe dhejvit, ka me të bo krijes, ka me të kriju, edhe ka me të llogarit për të mirat dhe të këqijat që i ke bo. Thonë ulemaja, Musa a.s. me këta fjalë e përkujtoj Firaunin për esencën e ti dhe prejardhjen e ti, e përkujtoj në vendin ku do të kthehet dhe e përkujtoj për ditën e kiametit ku do të jep llogari para Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza jalla, wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba. Na thot Firaunit, ja shfaqem gjitha argumentet tona, ama ai gjitha këto i përgënjështroj, fa aba, edhe i refuzoj, i përgënjështroj dhe refuzoj, masi që i kuptoj, që qëni ka dalim, sepse njeriu ka mundësi që mos me besu diçka, apo mos me pranu, ama shkaku se kupton. Ama këto është për qëllim, tregon Allahu azza jall se ky i kuptoj, të qarta e kish argumentet, o bindna ata, ama qka i përgënjështroj dhe i refuzoj ata, dhe kjo është kulminacioni i devijimit, kur njeriu të bëhet me ndjemath ndaj argumenteve të qarta të Allahut subhanahu wa ta'ala. Qale, e gjitena li tukhrijena min ardina bi sihrika ya Musa. Këshire gajlën qka e ka Firauni. Thanë, o Musa, a erdhe ti me në e marrë neve pasurin, e me në përzon nga vendi jon, nga toka jon, me sihrin tënd, o Musa, me njon të regon se këti si intereson e vërteta, si intereson haki, i intereson që të arruje pushtetin e vetë, të arruje mbretnin e vetë, tjetë ki gjdo e kryesori, bi sihrike, me sihri, shtash edhe qka, lene se nuk e pranon, por i qëtë biftan Musa a.s. thot me sihrin që e duke na e bo. E akuzoj Musa a.s. dhe i tha ti kankëshe se i ribas. Kënej edhe të regon se këti intereson vetëm mbretnia e vete, e jo haki dhe e vërteta, a kana tjetër, i thot Musës ti e se i ribas, që shpesh ndodh. Hem e të regon behonën e vetë, hem qka ti mundot me talon fajnë e vetë. Vetëm ai mos ta pranoj hakin, vetëm ati mos t'i prishet interesi dhe
dhe të mirat e dunjos që ai është duke i shiju dhe përjetu. Kulna falanatiyannaka bisihrin mithlihi faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. I tha Firaunit, ta Musa, sa kina me të pru sihir, sikur se që ti ki pru sihirin tënë. Që shmundohet gabimin e vetë me argumentu me argumente. Gabim për mi gabim. Sa kina me të bojë dhe na sihir, sikur se ti që je duke na bo neve sihire. Edhe të ta shofmi kush është në hak, hajtë sa përcaktoj një kohë, një vend, që asnjoni prej neve s'ka me lujt pilafit. Që të ballafaqojmë me njëri tjetrin. Ti bere sihirin tënd e unë do ta bëj sihirin tem. Ai haroi se Musa a.s. nuk ban sihir. Ai haroi se argumentet që i ka Musa a.s. janë mrekulli mucize të ardhuna nga Rabbul Alamin Allahu subhanahu wa taala për ta dëshmu pejgamberllokën e vet. Shiqoni, vetja boni sherin vetvetes. Vetja boni sherin vetvetes. Se sikur se mos t'i kishte thirr se i bas të vet, çka polemika dhe fesati dhe armiqësia do të kishte mbet vetëm mes Musës dhe Firaunit. Dhe njerëzit tjerë zot ta kishin marrë vesh se çka ka bëjnë. Zot ta kishin marrë vesh hakin dhe davetin e Musës a.s. Sikur se shpesh ndodh. Dikush të dash me luftu islamin dhe muslimant, delna për medium e shan fen, e shan islamin, e shan uleman dhe hoxhallart, njerëzit alama të i prepranen islamin. Njerëzit alama qartë e kuptojnë se islami kanë ka fe e vërtet dhe fe e cila u dashka me e pasu. Subhanallah, argumentet të Zotit të qarta para mira viteve të përmendura në Kur'an, të njëjtët shembuj dhe argumente vazhdojnë edhe në ditën e sodit. Të dash me mposht Musën a.s., të dash me nxjerr çka iftira dhe me ngjit biftan Musës a.s., ky çka i ban hajër alo ma shumë Musës dhe fejsë Musës a.s. Vetëm se vetëm njerëzit e vet i thret në fej, e ndihmon dinin e Zotit. Sikur se edhe ditën e sodit, shumë armiq dhe dushman të islamit, duke dasht me sha në nënçmu dhe mposht këtë fej, vetëm e promovojnë këtë fej. Kjo fej vetëm rritet dhe shtohet. Vetëm rritet dhe shtohet. Edhe bijtë e dushmanëve ton bëhen musliman që janë yrnek dhe shembulltyr. Që ndoshta bëhen alo ma musliman se na. Duke dasht ata neve me na sha, me na nënçmu, e vlatë të vetë, shpit e veta, bëhen musliman. Edhe sot e shqipni, kemi rastin Zvicrani, që fol si musliman, që jeton si musliman, kemi rastin Amerikanit, që fol si musliman, që jeton si musliman, kemi rastin e Italianit, kemi rastin e Gjermanit, edhe fal sa të dush kështu me rast. Nga njerëzit që janë bo krejt bashk për ta luftu dhe mposht islamin, e vlatë të vet, bitë të vet, nipat të vet, bo ndoshta alo ma musliman se na. Allahu Ekber. Ligji i Zotit. Ligji i Zotit, që Allahu Azza wa Jall nuk ka me liu dhe kur s'ka leju, që kjo fej të mposhtet dhe të nënçmohet, bile Allahu Azza wa Jall këtë luftë atimve vakten në shpirën e vetë, që edhe ata habiten dhe mahniten dhe mbeten pa argumente dhe pa tekst se si ndodhi kjo dhe çfarë u bo me këta njerëz. Ju tha Musa a.s. Shiqoni sa me ndjeprejt. Tha, kale, maw'idukum yawmu zina. Tha, vend takimi jon, koha e takimit ton, yawmu zina, në ditën e zinetit. Në ditën kur na zbukuromi, në ditën e bajramit. Se ata e kam pas me një far bajramin atë vaktin e vet. Edhe Musa a.s. ju tha, kina mu taku, koha e takimit ton është në ditën e zinetit, në ditën e bajramit. Kur këtë njerëzit janë qef, kur këtë njerëzit janë të lip, kur këtë njerëzit janë disponum, dvesht heshëm, në atë dit, ka zovo si irbazve tu, dvine dhe të balafaqohet me mu. E zgjedi kohën më të përshtatshme
ku shumica e njerëzve kanë marrë dhe kanë me prezentu ku në polemikën dhe dialogin që kanë me bo Musa a.s. me sehirbazët. Wa an yuhshara an-nasu duha. Ju tha Musa a.s. e tha koha sahati i asoj dite ka me konën në vaktin duha. Vakti duha është ku didhi është mëse i kuqt. Ku tamam kur del didhi mirë qartë skuqet ashiqare, dikun ka ora 10-11. Nxetin më të madh, ku çdo sen është qartë, ku hiç s'ka mjegla, ku do thot njerëzit janë çu, kanë pushu, janë disponim dhe hiç nuk janë lodh nga punë. Tamam e kanë nis ditën dhe s'janë të angazhuar me punë tjera. Sikur të thot mas dreki ka marrë vakti pushimit, kanë thonë ulemaja. Sikur të thot më herët alo jam për gjumsh. Ja, ka ora 10-11, ku çdo sen o tamam janë çu, kanon kanë pi, alo s'kanë nis punën e parë që kanë me bo, është puna që kanë me këshirë dialogin e Musës me sehirbazët e Firaunit. Me sehirbazët e Firaunit. E Firauni Fatawalla Firaunu Fajama'a kaydahu fa'ata. E Firauni shkoi, ta tamam Musas, shpejt. Edhe i thiri gjithë sehirbazët e vet. I lamroi gjithë sehirbazët e vet, ta banuni hazër. Banuni hazër. Përgatituni, ushtrojni. Këtë sihirin që e dini, fillojni me ushtru, sepse keni me dalë mu ballafaqu me një sehirbaz tjetër. Ala, nuk u bindke se Musa a.s. nuk ka sehirbaz, por është nebi mursal me Rabbul Alemin. është pejgamberi i dërzuar për Rabbul Aleminit. Edhe sehirbaz të vet. Qala lahum Musa, waylakum la tafturu ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adhab wa qad khaba man iftara. E Musa a.s. kur u taku, kur dul përpara me sehirbazët, tha mirë për juve, para se me nis sehirin, shiqoni rahmetin dhe drejtsinë e madhe të Musës a.s. Tha mirë për juve, mos i hini kësaj pune. La taftaru ala Allahi al-kadhib. Mos i gjitni biftan Allahut azza wa jall. Mos i gjitni iftira Allahut subhanahu wa taala. E Allahu shkaku i këtij biftoni dhe kësaj iftiraje, fayushitakum, e t'ju dënon me dënim të ashpër e të vrasht. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru an-najwa. Edhe çka? Edhe pse ishin sehirbaz, njerëzit që u mirëshin me punë të liga, fatanaza'u amrahum. Çka? Ndodhi polemik në mesin e sehirbazëve. Disa thanë, këto fjalë nuk janë fjalë të njerit thjesht. Këto fjalë janë fjalë të një pejgamberi dërguar prej Zotit. Si kena mundësina me marrë guximin me sehiret e tona, me rrejnat e tona, me hilet e tona mi dal karshi këtij pejgamberit të Zotit. Shiqoni, asnjëherë mos thuaj se s'pranohet. Edhe në momentin e fundit mundohu me ja thonë fjalën e hakit dhe të vërtet, pa marrë parasysh se kush është. Qofta edhe njëri më i keq, mos u gut dhe mos u ban kopras, po thuj, hajt be, mos e ban këtë punë, tërhiqën nga kjo, ala se s'është vonë, masi se ki bo. Pa marrë parasysh se çka është fitnja dhe problemi. Këshilloje, sepse ka mundësi që në momentin e fundit ai mu kësi prap, ai mu përmisu, edhe ai çka mu bo buri mirë, e ti me qenë shkaktar për këtë punë të mirë e për këtë vepër të hajrit. Kështu edhe ndodhi me sehirbazët e Firaunit që thanë, hajde beti lom këto punë, se këta llafe që po na i thot ki, nuk janë llafe të njerit thjesht. Shiqoni mrekullinë e Musës a.s. Ballafaqimin me sehirbaz e ka me mrekulli. Dhe çdo pejgamber, e kemi përmendur më herët, mrekullit që i ka pas kanë qenë përshtatshme me rrjedhojat dhe ndodhit që ka ndodhur në atë vend. Isa a.s. kena me përmend më vonë, ka me ballafaqu popullin e vet, çka? Ka me sfidu popullin e vet me mjeksi, ka me ngjall të vdekmit, ka me ishnosh ata që nuk kanë sy dhe kështu me radhë. Musa a.s. me mrekulli të tilla
që i dalin përballë sihirit sihirbazëve. Dhe këtu ka mesazh. Çdo kush në çdo zaman fol sipas gjuhës që është e kapshme në atë zaman. Nëse na jetojmë me një kohë ku njerëzit janë të dhënë mas dunjos, mas ekonomisë, duhet që të flasim për mrekullitë dhe sistemin ekonomik që e ka Kur'ani. Për sistemin ekonomik që e ka kjo fe. Nëse njerëzit kanë probleme morale, kanë do të thotë probleme me gjeste devijante që janë të dëmshme, duhet të folim për moralin dhe etikën që e ka kjo fe, që të asqarojmë se Kurani ka ilaç edhe për këtë gjë. E jo populli me konë me një e na me konë me një. Jo populli me ka me pas problemin në fe e na me fol për zbukurim. E jo populli me pas probleme në moral e na me fol për mesele që janë do të thotë sekundare në këtë rast. Por se çdo zamanit ja përshtatmi gjuhën, ligjeratën, nasihatin dhe dersin që është i nevojshëm për atë popull. Për këtë shkak Allahu Azza wa Jall çdo pejgamberit ja ka dhënë mrekullit në bazë të problemeve dhe të lashëve që i ka pas ai popull, sepse Firauni, mallkimi i Zotit qoftë mbi atë, popullin e vet e ka trishtu dhe friksu me sihirin e sihirbazëve. Me sihirin e sihirbazëve. Qalu in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al musla. Than sihirbaz, këto dy, Musa dhe Firauni, janë dy sihirbaz që dojnë juve me ju largu nga vendlindja juaj, e juve me u marr mend me sihirin që ata e bajnë. Fa ajmi'u kaydakum thumma atu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Ata u banën bashk, ja nisën me bohilet dhe kurthët, e urënitën në rën, e than, ai që fiton sot, ajo është ati të sët na, kina me adhon dorën dhe ka mu bo, me një stala, ka mu bo ai cili, ka me qeni pari jone. Ata vetë i thanë këto lafët. Thanë, ai që ka me fitu në këtë rast, ai ka mu bo i pare, ati kina me u bo tabi. Qalu, ja Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Thanë, o Musa, a kime gjujt te sihirin tënd, a kime nis ti pare, apo po nis minat pare. Që shpeja bëjmë, i thanë Musa a.s. A ti për nis me sihirin tënd, apo na me sihirin tënd. Ju thanë Musa a.s. Qala bel alqu, fa idha hibaluhum mu'isiyuhum, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Tha Musa a.s. jo të partë banë një sihirin. E thotë Allahu Azza wa Jall, kur ta shofsh kërpeshat, konopat që i gjujtën, edhe shkopin që i gjujtën, fillun me u duk njerëzve se janë gjarpne të cilët lëvizin, fillun me u duk njerëzve, jo se qashtu ishin, ju khajjelu i lejhim, thëtë Allah Azza wa Jall. El khajal është kërë të thotë, është diçka me thonën iluzion, mund është me thonë, që s'ka kur gjë reale në atë. Sikur se Fata Morgana është, i thënë, kur dalsh në autoban, e kipa nga zeti i madh, duket se përpara ka ujë. Ama kur të mrish atë, e shesin s'ka kur gjë atë. Këso i thënë ju khajjelu, duket se ka diçka, ama jo nuk është e real, vetëm ti sini ta ban qashto. Nga ndikimet klimatike dhe kështu me radhë. Hajal, apo? Po edhe Shqip, dhe të thotë, i thënë duket se ka diçka, ma nuk është qashto. E kur i gjitën shkopint edhe penat, konopat, sihirbazët e Firaunit, njerëzve fillun me ju duk se janë gjarpne, ama ata nuk ishin gjarpne. Thotë Allahu Azza wa Jall, fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. E Musa a.s. kur e pa se këta shkopi edhe këto konope e nisën me lëviz, filloj mu frikë Musa a.s. Filloj mu frikë se val mos po bindet popli, jo se aj mos po bindet. A ishte i bind, a mo u frikë
se njerëzit tjerë mos po devijojnë. Edhe kjo është kulminacioni i një besimtarit të mirë, që ai mu trishtu dhe mu rënqedh, kur ta shes se të tjerët ka mundësi që me deviju. Mu mërzit si kurse për vete. Khifet e Musa, thëtë Allah zëll. U frik Musa, u trishtu. I erdhë shumë keq, jo për veti, por se për të tjerit. I erdhë keq, u friksu. E Allahu Azza ja forcoi komët dhe i tha: "Kulna la takhaf, innaka antal a'la." I tha: "Mos u frik o Mus. Ti ki me qenë fitimtare. Ti ki me fitu, ti ki mu bo i pare." Thot Allahu Azza "Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u, inma sana'u kayda sahir, wala yuflihu as-sahiru haythu ata." I tha Musës: "O Musa, gjuje shkopin që e ki në dorën e djathtë, dhe ta shohish se shkopi jot ka mu bo gjarpën dhe ka mi hong shkopin dhe kërpeshat dhe konopat që i gjun ati, që i gjun ata se irbas të Firaunit." Tha Allahu Azza Jall: "Wala yuflihu as-sahiru haythu ata." Edhe kur thot se irbazi nuk fiton me sihirin e vet. Dhe kur asnjëherë sihirbazi nuk fiton me sihirin e vet. Dhe kjo është një dua shumë e fortë dhe shumë e dobishme dhe ilaçli për besimtar që sprovohen me sihire. Që me lexu ajetin kuranor: "Wala yuflihu as-sahiru haythu ata." Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, nuk shpëton sihiri dhe nuk fiton sihiri i sihirbazit kada që vjen ai. Dhe e përmendin komentatorët e Kur'anit se Allahu Azza wa Jall urdhnoi që shkopi i Musës alayhis salam të bëhet një gjarpën i madh, i cili me të shpejt e me të madhe i sulmoi shkopin dhe konopat që i gjujtën se irbas të Firaunit, edhe i hangër ata. Dhe ky ishte një moment mahnitës dhe habitës për të gjithë dhe bindës, sepse popli u largu dhe u frik. E panë se kjo që e boni Musa nuk është diçka e rëndom, nuk është diçka e zakonshme, në nuk dishin mi dhonuth. Ama se irbast e kuptun se kjo që ndodhi nuk është sihir, sepse gjarpni i sihirit nuk e ha gjarpnin tjetër që është prej sihirit. E kuptun këtë. Sepse ki gjarpën që i hangër gjarpnit e sihirit, që u dukshin se janë ashtu, nuk është sikur këto, është diçka tjetër. është diçka më e madhe se kjo. është diçka më madhështore se kjo. Dhe e kuptun se kjo është e ardhën prej Rabbul Aliminit: "Wa ulqiya as-saharatu sajidin." Sot Allahu Azza Jall edhe se irbas e Firaunit banën sejdë më njerë. E kuptun se kjo forcë është e ardhën nga Rabbul Alimini, dhe kjo që e ban Musa nuk është punë e një sihirbazi. Ju tha Musa a.s. "Ma jitum bihi sihr, inna Allaha sayubtilu, inna Allaha la yuslihu amal al-mufsidin." Tha Musa a.s. "Kjo që e banët ju është sihir. Inna Allaha sayubtilu." Allahu ka me mposhtë sihirin. Allahu ka me mposhtë sihirin, edhe mposhti me shkopin që e gjujti Musa a.s. që u bo gjarpën e që i hangër shkopit dhe kërpeshat që ata dashtën mi mashtru njerëzit me këtë sihir që ata e banën. Fa ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Pasi që sihirbazët banën sejdë dhe thanë besum dhe i banëm tabi Zotit të Harunit dhe Musës a.s. Shqeni që ka thotë Firauni. Mbet mo pa argument, mbet mo pa sihirbaz të vetë, se këta jaru ishin trone, ju bëjshin sihir poplit. Çdo kush që dojshin me mashtru, me i tregu se Firauni është njëri madh, a i thirke sihirbaz të vetë, ajde të ke kallëzojnë son jam shumë i madh. Këtu mbet edhe pa këta, popli e pa se Musa është në hak. Popli e pa se Musa është pejgamber i Zotit. Çka tha ke? Shqeni çfarë kibri? Pasi që edhe i ke kuptoi se mos ka çka ban, tha: "Qale
E amantum lahu qabla an adhana lakum? Thot, si be thot, kush ju dha juve leje me besu mu se s'pa iznin tem? Si kujtën ju me besu mu se s'pa iznin tem? Që shka ban shtash? Do me thonë se si kur se t'kishit marrë izën pi mu, s'kish pas problem. Ama shtash shre ku lidhet të izni shtaj, të leja. Kush ju dha leje juve? Kush ju dha leje juve me besu? Ani sinin hak du t'marrë me në vetë mu, e pastaj ju mu me besu. Si kur se ndodh me disa babalarë, thot, ani ti mirë musliman sen, ama oj bi, kush ka dhonë ti izën mu mlu? Pa izën s'guzot ti mu mlu. Heke, se pa izën s'ban. Pa izën babës s'ban me shku në gjami. Shme marrë izën pi babës. E kur ti thuish po mirë be ki, zotë i ka ordnu. A bune, s'jam kundra fejs, ama ki pse pa izën me bo, kush o ki? Dhe kështu me ras. Këta janë vezveset shejtanit, vezveset këqia, që qënë vetëm dalalet dhe ndevijim. Vetëm dalalet dhe ndevijim. Tha Firauni, innehu lekabirukum alladhi allamakum as-sihr, falau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, wa la usallibannakum fi judhu'i an-nakhli, wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban wa abqa. Tha, juve ju mashtroje sejrbazi i mas. Thu që këtë e ka pas për qëllim Musa a.s. Thu që e ka pas për qëllim atë mjeshtrin e sejrbazve. Sepse edhe sejrbaz e kanë atë ustajnë e vetë që va mëson si irin të tjerve, që është ma sejrbaz. Tha juve, ju ka mashtrua i madhi, a ju ustaj i sejrbazave. Tha vallaj, tha, ka me vaprej, ka me dur. Ka me vaprej dorën e djathtë edhe komën e majt. Edhe ka me marë, ka me vullidh në maje të hurmave. Ka me vullidh në maje të hurmave. Edhe kini me pa se kush është ma i fort, a une apo ju sejrbaz. Kështu një shtash. Edhe këta i sfidon edhe njerëzit e vetë që me ndeke se janë ushtri, që me ndeke se me këta kam i mashtru tjertë, shtash edhe këtimve nuk va merë lafin. Ai që ka vendos me shku në xhenem, ka me shku në xhenem, ba djava si ban hajrë kur gjo ati, si ban dobi kur gjo. Ama ai që pendohet, dhe kthej të Rabbul Alemini me sinceritet, dhe pët si ban sini se që ka me ndodh dhe si ka me ndodh, këshirni që ka i thënë se irbazat Firaunit, masi që pendon, ju thënë, kalu, lën nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana, faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya. Tha, o Firaun, sirbazët tonë, o Firaun, masi që na e pam se Musa është në hak, gajle se kina qka i të folë ti. Bana që ki vendos me e bo. Na kimi vendos dhe kimi kuptu se kjo dunjo është e shkurt dhe se këthimi është e Rabbul Alemini, Allahu subhanahu wa ta'ala. Me këtë edhe i jopë mi fund derseve të këti viti, të këti Ramazanit të bekum, lësë Allahu azza wa jall që të shpërblen me të mirat e ti të panumër ta, që e zbukurut këtë mejlis dhe këtë tobim me prezentimin t'juf. Lësë Allahu azza wa jall të gjithëve neve të na bëj kabul dhe makbul, çdo çast, çdo moment që kemi argju në njën e këtij drunit për ta mësuar dinin dhe fenë e Rabbul Aleminit. Lësë Allahu azza wa jall që ki drun dëshmon për neve, kjo tokë, ki dhejt dëshmon për neve, kjo xhami dëshmon për neve. Lësë Allahu subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall t'i shpërblej këshillin e xhamis që na e përgatitshën këtë vend, që na e përgatitshën këtë mejlis, që na ta kemi këto mirë freskët, ta kemi të shtruar të pastër vendin për me mësu fejnë e Rabbul Aleminit, edhe Allahu, edhe ata t'i shpërblej me të mirat e ti të panumërta. Lësë Allahu azza wa jall që çdo kush që ka dhënë kontribut për realizimin e këtij dersi dhe nasiati, ta shpërblej me të mirat e ti të panumërta. Unë si ligjerus kërkoj për juve që të ma bëni halal, ndoshta si njeri, dhe pa dyshim që dikun kam gabu, ndoshta dikun kam piskat ma shumë, e është dosh ma pak, ndoshta dikun e kum bo ma shkurt, e është dosh me bo ma gjatë dersin, ndoshta dikun e kum zjat ma shumë, e është dosh ma shkurt. Kërkoj për juve që të ma bëni halal, që të ma falni gabimin që i kemi bo këto gjithë bashku, kurse nga ana ime gjithë e keni halal. Allah është problem me të mirat e ti të panumërta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.